E kuptoj, duke ndalur pak te strategjia Zobelir, cilat janë problemet që duhen zgjidhur menjëherë mes Shqipërisë dhe Greqisë për ju? Që janë urgjente. Një nga të problemet urgjente ka të bëjë me pensionin e njerëzve. Do me thënë, ka shumë qytetarë shqiptarë të cilë kanë punuar 20 vjet në Greqi, 20 vjet në Shqipëri dhe tani s'mund të marrin akoma pension. Problemet detilitimi i yrave të detit është një problem i dy shteteve që edhe pse ka patur nënshkrime, marrëveshje, edhe deklarata të përbashkëta për të quar çështje në Hag, besoj se është koha edhe kjo të adresohet. Por ka dhe probleme të tjera që vë pala shqiptare, si është ligji i luftës. Të gjitha këto probleme unë besoj se duhet po edhe ka shumë diplomat shumë me përvojë më të madhe se unë në Greqi që thonë që të gjitha problemet në Shqipëri duhet të bëjnë një paketë dhe të zgjidhen. Kishim arritur shumë afër 2018 midis ministrit Kozhias dhe ministrit Bushati. Edhe 2023 prapë ishim shumë afër para se do të ndodhte incidenti dhe arrestimi im. Dhe të dyja herët nuk e dini që sa ishte rastësi, është pryshur nga pala shqiptare marrëveshja, nga zoti Rama direkt. Herën e parë për të kënaqur dëshirat e zotit Erdogan, shkarkoi zotin Bushati. Herën e dytë do të bante me zor Bashkinë e Marrës, edhe para mori një kosto për marrëdhënien e dypalqe, bëri çishte që i kalonte nga dora për të mos lënë bashkinë, kështu që i la këto probleme që të reja dhe të vjetra si sa dhe ju i la bazdore. Shpresoj që këtë radhë të zgjidhen. Zobelir, nga lista që ju listuat padyshim jam totalisht dakord, por unë siç e vendosët dhe ju në rend, për mua prioriteti i parë është ajo që thatë dhe ju të parën, pensionet. Sepse padyshim marrëveshja e detit është një gjë që prek është shtetet, është shumë e madhe, kurse pensionet prekin drejt për drejt qytetarët. Dhe është një hall që me drejtë ka 20 vite shumë shqiptarë që punojnë në Greqi dhe nuk marrin dot pension. Unë atë dua, nëse do më kërkohesh çfarë doni të zgjidhe më një herë, do të zgjidhesh ajo. Unë besoj se gjeni saktë pyesin qytetarët, këtë do kishin si prioritet. Unë nuk besoj se ka probleme të mëdha ato që them probleme etnike ose diferenca me dy shtete. Duhet të dini që kur nuk kemi bërë luftë me njëri tjetrin. Edhe shumë bizata që po bëhet në panelet në të dy anët e kufirit them, nuk ka të bëjë fare dhe nuk prek njerëzit. Njerëzit duhen të dinë se si do jetë e përditshme atyre, se si do kenë mundësi të lehtësojnë procedurat e tyre në shtetin grek dhe në shtetin shqiptar, sepse ka probleme në të dyja vendet. Për emigrantët shqiptarë që janë në Greqi, kanë probleme me lejit e qëndrimin, me naturalizimin, kanë probleme të pensionit, po të njëjtit qytetarë e kanë dyert të vështirë edhe në institucionet shqiptare për të zgjidhur çështjet e tyre, për të nxjerrë një pasaport ose një certifikat. E Albania, një platformë shumë e reklamuar në Greqi, nuk funksionon asnjëherë. Domethënë, unë besoj duhet fillon nga problemet që duken të ulta dhe duken pak kosto, po kanë direkt impakt te popujt dhe të vemi dhe të më të ndërlikuarat që është koha për të zgjidhur. E kuptoj. Nuk e di, padyshim historia e pensioneve zoti Beleri ka vite që diskutohet, apo jo, më korrigjoni. Shumë qeveri janë ulur për të diskutuar dhe nuk e kanë gjetur dot një zgjidhje. Çfarë ju mund të mendoni që këtë herë zgjidhja është më e afërt se vite më parë? Siç e thoni, ju diskutohet, problemi i pensioneve në gjithë Evropën është një nga çështjet më thelbësore dhe më problematike, sepse kemi problem të madh gjithë Evropa, edhe Shqipëria dhe Greqia demografik. Domethënë janë shumë pak njerëz që janë sot në punë dhe ka më shumë në raport pensionistë që duhet të marrin rrogën, të marrin pensionin e tyre nga taksat që do paguajnë ata që punojnë. Është një problem që në gjithë Evropën diskutohet, është një problem që duhet t'i dhënë zgjidhje sepse mosha e tretë nuk mund të presi dhe është një padrejtësi që i bëhet sidomos atyre që kanë jetuar në Shqipëri, kanë jetuar barbarimin komunist, kanë jetuar emigracion dhe tani vitet e fundit duhet shtetet të mundsojnë të drejtën dhe jetojnë një jetë sa më të qetë dhe më njerëzore.